Përshëndetje miq të nderuar, mirë se erdhët edhe një herë në një video timën të ri. Janë shumë të buta flotshije dhe janë shumë të mira në këtë kohë të Ramazanit. Shpresoj t'i përgatisni një herë dhe do të bindeni vetë. Në 500 gram miell hedhim 10 gram maja të bukës dhe një lugë gjelle kryp, 100 ml vaj dhe afërsisht 300 ml ujë të ngrohtë dhe vazhdojmë që brumin ta zëm me dorë. Që kemi punuar brumin diku rreth 3 minuta, do ta lejmë që të dyfishohet rreth 1 orë. Pas 1 ore, brumi është dyfishuar dhe do të vazhdojmë që ta punojmë mbi tavolinë e punës. Hedhim pak miell. Brumin vazhdojmë që ta punojmë. Nëse jeni duke më shikuar për herë të parë, ju lutem e suportoni me një like, comment, subscribe. Mbështetja juaj do të thotë shumë për mua. Ju faleminderit. Tani nga brumi do të vazhdojmë që të ndajmë disa kuleç të mesëm. Jo shumë të mëdhenj, po jo edhe shumë të vegjël. Ndihmën e një tëlluese do të fillojmë që t'i hapim, por jo shumë, vetëm pak. Për pitolka i përgatis çdo fundjavë, sepse tashmë janë bërë të preferuarat e mia. Me të vërtet janë shumë të mira. Tani pasi kemi përfunduar, furrën do ta ndezim në 250 gradë, ku do t'i pjeki për 15 minuta. Këtu kam pak qumsh dhe një vezë të plotë që i rrahim për t'i lyer pitolkat. Tani do t'i shtoj pitolkave susam, por ju mund t'i shtoni fara të zeza ose çfarë do lloj fara, nuk ka problem. Mua më dalin gjithsej 9 pitolka, kështu që 3 tjera më është dashur që t'i vendosni një tepsi tjetër. Unë pitolkat i kam vënë dikun edhe rreth një 5 minuta që të fryhen pas dhe i kam dërguar për pjekje. Dhe si që shihni vetë, pitolkat na kanë dalë për mrekulli. Shpresoj që dhe ju t'i përgatisni të paktën një herë dhe nuk do ta ndroni këtë recetë. Shpresoj që ju ka ndihmuar sadopak kjo video, sikur një ide si çfarë mund të përgatisni për drekë ose për darkë. Se jeni duke agjëruar në këtë muaj të bekuar, ju uroj muajin e shenjtë të Ramazanit dhe agjërim të lehtë dhe të pranuar. Ju faleminderit për shikim.